Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit shkurt për shenjën e akrepit. Akrepa, në javën e parë të shkurtit, ju shoh pak të lodhur, ju shoh pa motivim, do t'jetë një javë ku do të keni disa zënka, disa mosmarrveshje, disa situata, sidomos me dikë që ka energji të fortë ajri. Nëse ti ke një person në familjen tënde, raportet nuse, vjerë, kunat, këto janë raporte që duhet keni shumë kujdes, raportet me kolegët në punë ose me prorët, veçanërisht me shefat ose me shefët, nëse keni dikë që ka ascendenten diellin ose disa planete në dash në luan ose në shigjetar. Sidomos me luanët keni kujdes sepse me datë një shkurt kemi hënën e plot në luan dhe luanët do t'jenë shumë të ndjeshëm, shumë emocional, do ta marrin gjithçka personale, do ta marrin gjithçka tek egoja e tyre. Ju mund të thoni ndoshta një sugjerim, ndoshta një rekomandim edhe kthehet personi tjetër e merr si ofesë. Do të ndodhë një situatë e pakëndshme që do t'ju prek edhe në gjëra të tjera pastaj në jetë, tash mund të jetë një zënk në familje, mes nuses, vjerës ose mes dy kunatave, ku ndodh një hatërmbetje e madhe, mund të thohen disa gjëra që ky person mund të shpërthej. Dëgjojeni, një nga rekomandimet që mund t'ju jap është ta dëgjoni këtë person, edhe pse mesazhi, mënyra se si do ta thotë mund të jetë jo mënyra e duhur, por ka të drejtë në shumë gjëra, po ju paralajmëron, do t'ju thotë shiko se ti nuk e di të vërtetën, ka shumë gjëra që ti nuk i di, ka shumë sekrete që ti nuk i di, do shpërthej ky njeri, dhe ky është një njeri që ka mbledhur, ka mbajtur shumë për një kohë, nuk ka dashur të thotë më tepër, të tregojë më tepër, po kur ju të zbuloni të vërtetën, do të jetë e hidhur, do jetë një gjë që shikoj do t'ju mbaj zgjuar natën, aq shqetësuese do të jetë si lajm, si e vërtet. Duhet kenë kujdes edhe akrepat që kanë bizneset e tyre private, nëse punoni me disa klientë ose veçanërisht keni një klient të fuqishëm që ka energji të fortë zjarri, sepse ky person mund t'ju bëjë një reklam negative, mund t'ju prish pak punë, t'ju prish reputacionin, t'ju largoj klientë të tjerë. Do të krijohet një situatë që do t'ju mbaj zgjuar natën, do thoni si t'ja bëj, më prishi punë, tani duhet ta rregulloj këtë gjë sepse njerëzit krijojnë një opinion tjetër, se shikoj fjalë, shikoj thashë theme, shikoj situata edhe me intriga. Ju a them këtë akrepa sepse në javën e dytë ju shoh të shqetësuar, shikoj pagjumësi, stres që lidhet me të gjitha lajmet, ju shoh të bombarduar mendërisht, shumë gjëra, njëkohësisht, shumë informacion në të njëjtën kohë, dhe jeni akoma keni parasysh akrepa që java e dytë e shkurtit është java e fundit e vitit të gjarprit dhe e vitit të nëntë sipas numerologjisë, sepse viti i ri kinez sipas kalendarit hënor fillon me 17 shkurt. Ky informacion që do vi në jetën tuaj është një informacion që mund të ketë bëjë me një person që ju e keni shumë për zemër, mund të ketë bëjë me familjen tuaj, ka të bëjë me një problem adiksioni, varësie, mund të jetë një substancë e caktuar, mund të jetë një ves i keq, mund të jetë diçka që është problem goxha serioz, goxha i madh. Ju ose nuk e keni ditur fare si gjë dhe e mësoni për herë të parë dhe të bie në formën e një shoku, thua si ka mundësi, pas kanë ndodhur gjithë këto gjëra unë sipas kam ditur, ose mund të kesh dëgjuar fjalë më përpara, por nuk e ke marrë mjaftueshëm seriozisht, hëse njerëzit egzagjerojnë, hëse njerëzit thonë kështu gjëra, po gjërat s'janë realisht ashtu, do ta kuptosh sa serioze është situata në fillim të muajit. Tash do të vi nga ky njeri që do të thotë, mund të zihesh me këtë person, të bësh debat, thua jo ti gënjen si është e vërtet, nuk është realisht kështu, po ky person është i sinqert, është njeri që i thot gjërat ashtu siç janë troç, me nerva, me impulsivitet, me
me nxitim, por ka të drejtë në ato gjëra që do të thotë, duhet të ndodhte kjo gjë. Duhet të ndodhte që ta dije pikërisht në mbylljen e vitit të nëntë, në mbylljen e këtij cikli, sepse vetëm duke e ditur të vërtetën ti mund të gjesh një zgjidhje. Ti mund të bësh pjesën që ti mund të bësh për ta ndihmuar personin. Njeriu në familjes, mund të jetë motra, mund të jetë vllai, mund të jetë fëmia, nëse keni fëmijë që janë të martuar, që janë zbulosh që djali ose vajza po bën diçka që nuk duhet, çfarëdo qoftë situata, do ta dish të vërtetën. Dhe vetëm duke e ditur, është shumë më mirë të jetosh në realitet edhe të veprosh sesa të jetosh në një gënjeshtër të bukur që duket sikur gjithçka është okay. Përballja me këtë demon, me këtë djall, me këtë problem, do të jetë në javën e tretë. Java e tretë do jetë momenti që ti do fillosh nga ana jote si akrep të marrësh të gjitha vendimet, informacionin, të kërkosh më shumë, të shikosh se si do ta zgjidhësh, se çfarë do bësh, të pamundurën, do kalosh vërtet në atë energjinë tënde luftarake, agresive, në maksimum thua unë duhet ta zgjidh këtë gjë për familjen, për veten time, për biznesin, për kudo që ty të prek si individ, ti do bësh të pamundur për ta zgjidhur këtë situatë. Dhe java e tretë është një javë goxha e rëndësishme për dy arsye. Në radh të parë, siç të thash, është fillimi i vitit të ri kinez, futemi në energjinë e njishit, një cikël komplet i ri, plus futemi dhe në vitin e kalit. Nëse ti akrep dhe ke lindur në vitin e kalit, gjërat do zgjidhen shpejt, do zgjidhen mirë, do zgjidhen mbar për ty. Nëse ke lindur në 90-ën ose për shembull 2014, po ashtu është viti i kalit, po mund ta kërkosh lehtë në Google, vendos vitin kur ti ke lindur edhe horoskopi kinez edhe e gjen se kush është shenja jote. Përveç kësaj kemi edhe eklipsin e hënës së re në ujor. Eklipset janë energji konfuze, janë energji kaotike, sidomos në ujor ka të bëjë me mendjen, nga ana psikologjike do jeni goxha të lodhur. Ky nuk do jetë një vit i paktën si fillim, nuk do jetë një energji e thjeshtë në javën e tretë, po përgjatë shkurtit mendime, njerëz, biseda, do bëjmë këtë, si do flasim, do zbuloni akoma më shumë, ju do kaloni pastaj edhe në atë rolin e detektivit, akrepa ku do mblidhni edhe më shumë informacion, por është e vërtet, ato çfarë do t'ju thonë janë të vërteta, është një situatë që ka të bëjë me një adiksion që është serioze puna dhe duhet ndoshta edhe trajtim dhe ndërhyrje profesionale për ta zgjidhur. Kjo do të jetë një nga gjërat, një nga konkluzionet që ju do të arrini në javën, nga çfarë do mësoni në javën e tretë, që do duhet me patjetër një zgjidhje profesionale. Dhe kjo është një energji që ti nuk e zgjidh dot vetë, kjo është një gjë që ti nuk e sado që ti ta duash personin, ta kesh për zemër, ka arritur në një fazë të tillë ku problemi është goxha serioz dhe duhet një ndërhyrje e jashtme për ta zgjidhur këtë situatë. Mund të ketë ndikuar edhe tek fëmijët, nëse ka pasur zënka dhe mosmarrveshje në çift mes fëmijëve dhe ti e mëson këtë gjë, mund të jenë prekur dy partnerët dhe kanë fëmijë të vegjël, mund të ndikojë edhe tek fëmijët, edhe ti në pozicionin pastaj të gjyshit ose të gjyshes do të kujdesesh edhe të mendosh edhe për brezat e ardhshëm se po ndikohen nga gjithë kjo situatë. Mund të jetë një mesazh specifik për disa akrepa, po e shikoj si një situatë goxha të rrëmujshme, goxha problematike, me shumë shtresa që duhen zgjidhur, por gjëja më e mirë që ti mund të bësh si person, si akrep për ta ndihmuar situatën, është ta shohësh realitetin për atë që është, pa justifikuar që hëse do bëhet më mirë, hëse do kaloj, hëse nuk është serioze situata, edhe pse të shoh të lënduar nga ana emocionale,
kjo është një gjë që ty do të prek shumë, do thuash si ka mundësi, unë nuk e kam edukuar fëmijën tim kështu, apo unë nuk kam edukuar qoftë edhe nipërit edhe mbesat, nuk kam pritur që të ndodhë kjo gjë, nuk kam menduar që mund të jetë një situatë e tillë, do prekesh nga ana emocionale, nga ana shpirtërore. Kjo pakënaqësi ka të bëj për disa akrepa edhe me mund të jetë edhe një situatë, siç u thash, në ambientin e punës, ku keni një zënk, një mosmarrveshje me e përorët tuaj dhe vazhdon për gjatë muajt, mund të zbulosh që ky person vetë ka një lloj adiksioni. Njerëzit ndonjëherë kalojnë situata nga më të ndryshmet personale dhe shpërthejnë ndaj dikujt dhe mund të mos jetë pa yt ose mund të mos jetë diçka që ti po bën, por janë vetë emocionalisht nuk janë mirë dhe ngarkesën pastaj e nxjerrin tek ty. Çfarëdo qoftë specifikisht për ty akrep, mendoj që është një gjë që duhet të ndodhte, duhet të mbyllej, duhet ai transformimi i fundit i vitit të gjarprit në mënyrë që ta fillosh vitin 2026, energjinë e vitit të kalit me forcë, të ecësh përpara. Ndonjëherë ato plagët e zemrës na bëjnë edhe më të guximshëm, na bëjnë edhe më luftarak. Dhe nga orakulli i universit, mesazhi për ty thot: My vibes speak louder than my words. Energjia jote, ajo ndjesia që ti u krijon të tjerëve, flasin më shumë se sa tregojnë më shumë se sa fjalët e tua. Nuk është e rëndësishme që vetëm ti thuash dikujt që do të ndihmoj, do ta zgjidhim, do bëjmë diçka. E rëndësishme është prania jote, energjia që ti ke, ndjesia që një person merr kur është afër teje. Vibes në anglisht konsiderohet e gjithë gjuha që nuk është verbale, gjithë qoftë pjesa e mimikave, ndjesia, ana jote emocionale, mënyra se si sillesh, gjuha e trupit, gjithçka tregojnë shumë më tepër për qëllimet e tua. Nëse qëllimet e tua janë drejt këtyre personave, drejt kësaj situate, janë pozitive, pa gjetur fajtor. Kjo është një nga gjërat kryesore, që mos të fokusohesh te të gjejmë fajtorin. E ke fajin ti që shkoi situata deri këtu, e ke fajin ti që bëre këtë gjë që shpërtheu që ndodhi kjo gjëja tjetër, pa gjetur fajtor, pa i vendosur gishtin dikujt, po thjesht me atë dashamirësinë edhe me zemërgjërsinë për të kuptuar që askush s'është perfekt, njerëzit gabojnë, gjëra ndodhin. E rëndësishme është të zgjidhet situata me dashamirësi, sepse momentet të tilla janë ato momente që njerëzit i mbajnë mend për vite me radhë, situata të tilla. Ti në pjesën tënde bëj më të mirën që ti mund të bësh, me një energji dashamirëse ndaj palëve të përfshira, edhe pse ti mund të kesh një afrimitet më shumë me njeriun tënd, me personin që ke lidhje familjare ose ke lidhje shoqërore, apo është një situatë që të prek pak më shumë, mundohu që kesh një dashamirësi apo një tolerancë, një mirëkuptim edhe ndaj palës tjetër të përfshirë. Po duhet ta menaxhoni me shumë zgjuarsi, akrepa, me shumë zgjuarsi edhe me mirëkuptim këtë situatë. Uroj që të zgjidhet sa më mirë për ju. Unë ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim dhe nëse dëshironi të rezervoni një lexim privat me mua, mund të më gjeni online tek websajti im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Ju uroj gjithë të mira dhe bashkë të dëgjohemi në videot e ardhshme. Faleminderit, mirupafshim.